Jemi rikthyer, jemi në studio dhe sigurisht në këtë periudhë do të flasim për çdo gjë që na shqetëson dhe një ndër shqetësimet e radhës janë alergjitë e shumta, ka njerëz që e përjetojnë shumë në rrugët e frymarrjes, tek teshtimat, tek syt, tek kollat, tek gjithçka tjetër, që kështu le ta flasim sot me mjeket. Kemi në studio Martina Çopën si okuliste, mirëmëngjes, mirë se erdhe, shumë kënaqësi gjithmonë. Mirëmëngjes Martina. Dhe në lidhje me Skype Maria Zotën, alergologe. Mirëmëngjes doktoresha. Mirëmëngjesit, përshëndesim. Të përshëndesim, faleminderit shumë që je pjesë. E nisim bashkë dhe për të shpjeguar që na ka nisur alergjia apo jo, jemi në këtë periudhë. Duhet ketë mbi një muaj në fakt, që ka filluar nga pak. Por në qoftë se flasim për alergjin nga polenet, për faktin se kanë pas shira dhe her pas here ajri pastrohet, ndoshta simptomat nuk janë bërë shumë të dukshme gjatë prillit, por tani që u hap koha dhe polenet besoj kanë shpërthyer kudo edhe po ndihen më shumë të ditë. Po, dhe ndërkohë cilët kanë predispozit më shumë për të krijuar dhe për të pasur këtë problematikën e alergjive gjatë kësaj periudhe? Po të gjitha moshat, alergjia manifestohet që nga fëmijët deri tek të rriturit, dhe zakonisht i quajmë të rriturit deri adultët e rinj. Domethënë deri ndoshta 50 vjeç alergjia mund të kapi në çdo moment. Po. Dhe me çfarë simptomash shoqërohet doktoresha një person që ka alergji nga poleni, le të themi, apo nga barrat apo nga pluhurat e ndryshme në këtë periudhë? Çfarë simptomash shfaq? Simptomat janë kryesisht rrugëve të sipërme të frymarrjes, që do thotë tështima nga hundët, bllokim të hundëve, sekrecione të ujshme, lotim të syve, skuqje, kruajtje të syve, të hundës, dhe në rreth gjysmën e rasteve mund të manifestohen edhe me manifestime të rrugëve të poshtme të frymarrjes, siç mund të jenë kolla apo vështirësia në frymarrje, apo zhurma fishkulluese që vjen nga bronket, që mund të jenë shenjat e astmës alergjike. Këto janë shenja në fakt që dallojnë edhe me gripin e stinës, pra me virozat e stinës. Si mund ta bëjmë mbase një dallim që ne jemi natyrë alergjike, se ke njerëz që mbase i shfaqet alergjia në një moment që se kanë pasur gjatë gjithë jetës së tyre? Po mund të ketë edhe raste të reja, mund të ketë nga ata që kanë pasur ndo pak simptoma dhe nuk e kanë kuptuar kur, po këtë vit ju janë shtuar. Në fakt, simptomat janë të ngjashme me një viroz, bllokimi i hundëve, tështimat her pas here, por në viroz simptomat zgjasin për pak ditë, 3-4 ditë, një javë, ndërkohë që në alergji simptomat rikthehen, vijnë, qetësohen, rikthehen prapë, pra nëse janë të përsëritura, nëse zgjasin në kohë, do menduar alergjia. Pastaj personat mund ta kuptojnë edhe sepse nëse simptomat janë në një vend të caktuar, për shembull për ata që kanë alergji nga pluhuri thonë çdo mëngjes ose sa herë që bie në kontakt me pluhurin, kurse për ata që kanë alergji nga polenet thonë sa herë që dal nga shtëpia, sa herë që jam jashtë, jam më keq dhe kur jam në ambient të mbyllur jam më i qetë. Jam më mirë. Ndërkohë Martina, duket sikur ka një lloj ngatrese sepse njerëzit thonë unë teshtiva dhe prandaj më skuqën syt dhe më dolën lot nga syt. Ka të bëjë me një alergji apo ka një lloj diferencë në krahasimin e këtyre simptomave? Në fakt, në rast se një person të shtin, ajo çfarë mund të bëjë tek syri janë ato ndryshimet e presionit dhe në moshat të caktuara dhe që kanë një predispozit, për shembull tek njerëzit që marrin hollues gjaku apo tek njerëzit që mund t'i fërkojnë shumë syt, mund të shkaktojnë hemoragji, të cilat janë të konjuktivës, të kësaj cipës më të jashtme të syrit. Por skuqja, lotimi i shtuar nuk është se lidhen ose vinë si pasojë e një teshtime. Po pjesa e kruajtjes së syve, kjo është një pjesë në fakt që gjatë kësaj kohe të paktën e kanë pjesa më e madhe e njerëzve, që gjatë gjithë kohës duan t'i kruajnë sytë e tyre, po sa e shëndetshme është kjo në vetvete, duhet ta shmangim patjetër? Kruajtja e syve nuk rekomandohet, edhe pse mund të duket sikur në moment të qetëson, sepse është një shtypje mekanike, po themi, por në rastin e do shohim fizpatologjinë e alergjisë, që ky alergeni, domethënë substanca që trupi e njeh si të huaj dhe fillon dhe lufton, ky vendoset në qelizat e caktuara të
të konjuktivës, që është kjo cipa më e jashtme e syrit, dhe në momentin kur ndodh ky reaksioni alergjik, shlirohen disa kimikate, po them, të cilat nxisin inflamacionin. Dhe inflamacioni përkthehet me skuqje të syrit, domethënë vazodilatacion, mund të përkthehet me lotim ose sekrecione të ujshme, gjithmonë në alergji sekrecionet e syrit janë të ujshme, jo të verdha. Kjo shërben për të diferencuar ndoshta nga infeksionet bakteriale. Pra pikërisht ato që mblidhen tek cepat e syrit. Në rast se kemi sklepa apo sekrecione të verdha, duhet një vizitë okulisti për të parë nëse ka mbivendosje bakteriale, pra nuk është thjesht alergji. Ndërkohë, patjetër që mund të kemi turbullim të pamjes pasojë të prishjes së lotit dhe përgjithsisht pacienti ndjen parehati, mund të ndjej ndjesë të rërës në sy. Domethënë këto janë, si do thua, shenjat tipike që po drita e fortë bëhet si më e papërballueshme në këtë periudhë, duke qenë se dhe dielli është më i fortë. Çfarë rekomandohet ndoshta Përgjithsisht, fotofobia është një simptom me cila ndodh në alergjin pak më të avancuar. Sigurisht që syzet janë mbrojtëse dhe në këtë grup pacientësh, sepse deri diku krijojnë një mburojë mekanike që e mbrojnë nga përgjithsisht nga polenet, flasim, sepse alergji, konjuktivit alergjik mund të ketë dhe gjatë gjithë vitit, në rast se ju jeni alergjik nga pluri ose nga qimet e kafshëve. Këta pacient janë pastaj kronik që e njohin një alergji, e vërtetojnë përmes analizave të gjakut, kështu që tek fërkimi gjithmonë sugjerojmë që të mos i kruajnë syt, sepse kruajtja e mëtejshme mund të nxjisë edhe më shumë këtë kaskadën e inflamacionit, por më tepër që ka dhe disa komplikacione që mund të ndodhin në sy nga fërkimi tepër, siç është astigmatizmi i induktuar. Astigmatizmi është ky numri cilindrik që kanë shumica e njerëzve. Kornea ka një formë, një kurbaturë sferike dhe normalisht kur ne e shtypim vazhdimisht mund të shkaktojmë ndryshim dhe prishje të formës së saj. Nga ana tjetër, tek rastet e alergjive shumë të theksuara, që mund të jetë konjuktiviti vernal, krijohen disa fryrje, disa papila, sidomos në kapakun e sipërm, të cilat duke rrëshqitur, duke mbyllur vazhdimisht syrin, edhe ato mund të krijojnë këtë lloj. Po çfarë të bëjmë në atë moment, pra që kemi atë kruajtjen e tmerrshme të syve, si mundet ta shmangim të paktën për momentin? Për momentin do ju sugjeroja kompresa të ftohta, domethënë në qoftë se keni diçka akute, shkoni në banjë, shplajni me pak ujë të ftohtë, gjithmonë kompresat e ftohta ndihmojnë. Një nga mjekimet ose sugjerimet bazë që ne japim është përdorimi një lubrifikuesi syri, pra një loti artificial. Dhe unë gjithmonë u them pacientëve, vendoseni në frigorifet, të ketë temperaturë pak më të ulët, dhe përpasoj kur ju e hidhni në sy, ju qetëson dhe pak më shumë. Pastaj sigurisht mjekimet mund të jenë antihistaminikët, mund të jenë medikamentet të tjera që qetësojnë masocite, domethënë ka disa lloje të ndryshme dhe fundit është kortizoni, por që duhet marrë me shumë kujdes, sepse afatgjatë mund të shkaktojë ambulave, nëse ne mund t'i mbajmë me vete në sensin që nuk i ruajmë në temperaturën e duhur, mund të jetë çan, të jetë nxehtë, nuk ka problem. Nuk ka asnjë problem. Thjesht kur është i ftohtë ka atë një efekt të mirë. Po, ndërkohë për të kaluar te doktoresh Maria, në cilin moment bëhet alergjia problematike dhe duhet të shqetësohemi? Alergjia pra mund të preki syt, mund të preki hundën, mund të preki mushkrit, kështu që në të gjitha rastet në fakt. Edhe thjesht alergjia e syve ka momente që bëhet problematike. Mund të çojnë komplikacione siç tha doktoresha. Po dhe nëse nuk i bën ato komplikacione, simptomat e përditshme bëhen bezdisëse. Edhe hundët, nëse dikush bën të shtima vazhdimisht, bllokojnë hundët, duke se krijon shqetësime në përqendrim në punë, shqetësimet e fëmijët në përqendrimin gjatë mësimeve, kështu që jo patjetër alergjia do jetë gjithmonë e lehtë. Ka raste që nëse e lë gjatë pa trajtuar, po mund të komplikohet. Dhe situatat pastaj që vazhdojnë me rrugët e poshtme të frymarrjes, me format e astmës, me rëndimin në frymarrje, të cilat rrallëherë mund të çojnë edhe në urgjencë. Po, dhe ndërkohë unë kam parë personalisht njerëz që janë të shtirë mbi 10 herë të pa ndërprera dhe më duket e tmeshme në një farë mënyre sikleti dhe ajo duket sikur jep shpirt, jep nga çdo gjë e jotja. Unë jam një ndër to për shembull. Po, unë kur filloj të shtima, jam të një pas njëshme. Nuk a është ky një problem që mund të zgjidhet ndoshta, a ka vaksinë që zgjidhet alergjia, ka kurim? Po ka kurim dhe nuk e kuptoj pse kolegu juaj e ka lënë veten të të shti kaq shumë herë. Dhe ke takuar një më ndodh shumë shpesh në fakt gjatë vitit kjo gjëja, edhe me që jemi këtu le të njihemi edhe. Le ta marrim një këshill. Duhet një vizitë. Duhet një vizitë të ndryshme. Po, doktor.
atëherë këshillat janë e para të gjejmë kush është shkaku që të shkakton alergjinë. Sepse për shembull para ca ditësh kisha një rast, një vajzë që kishte vite që vullonte nga alergjia dhe që i kishte bërë dikur testet të alergjisë, mendonte se e dinte shkakun dhe mendonte se duhet të mbante gjithmonë dritaret mbyllur, se mendonte se kishte polenet. Po në të vërtetë kishte plurin e shtëpisë. Dhe nëse ne nuk aerosim shtëpinë vazhdimisht, simptomat nga pluri shtohen. Kështu që e kundërta ndodh me ata që kanë alergji nga poleni. Ata që kanë alergji nga poleni duhet të paktën gjatë orëve të ditës të mbajnë dritaret mbyllur, dritaret e shtëpisë mbyllur, dritaret e makinës mbyllur, deri diku të shmangin daljet në ditët me diell dhe me erë, ku mund të ketë shumë polene në qarkullim. Në qoftë se këto nuk ndihmojnë, fillojnë nga pak trajtimet. Kanë çik stigmatizim mbi medikamentet e alergjisë. Pikërisht. Po në fakt duhet mendojmë që janë medikamentet e vetme që janë testuar prej 50 vitesh, i përdorin pafund moshat e reja kryesisht në të gjithë Evropën. Po, dhe direkt lidh pyetja për kortizonin, doktoresha, sepse nëse të japin kortizon, alergji, fillon ajo fryrja, më pas doza e kortizonit, ulja, trupi krijon imunitet ndaj kortizonit dhe, okej, për ta sqaruar edhe nga ju. Ne në alergologji, kortizonin e japim nga goja, pra në mënyrë sistemike, vetëm pak ditë. Dhe ky efekt ansor nuk ndodh kurrë. Prandaj ne kemi shpikur pikat e syve me kortizon, sprajet e hundës me kortizon dhe pompat inhalerat, aerozolet me kortizon, të cilat çojnë mjekimin vetëm aty ku duhet, lokalisht, duke përjashtuar efektet ansore të kortizonit. Kështu që ka diagnoza tjera, kryesisht ato reumatologjike, që përdorin kortizonin për kohë të gjatë dhe prap nuk ka vënë re të themi efektet të rëndësishme ansore, por ne në alergologji kortizonin e përdorim për shumë pak ditë dhe vetëm për rastet ku alergjia po gasmon më shumë për një rëndim. Të gjitha format e tjera janë forma lokale, që thotë hedhim shumë pak mjekim dhe vetëm aty ku duhet. Ndërkohë për pjesën e vaksinës, a ka një vaksinë? Po, baza e trajtimit në alergologji është imunoterapia. Do të thotë, ne përpiqemi të japim atë që kemi alergji nga pak gjatë vitit, në mënyrë që ta mësojmë sistemin ton imun, ta mësojmë me polenin dhe të mos të shtimë dhe të mos të muremi kur të vi sezonin tjetër. Kështu që imunoterapia, pra vaksina e alergjisë, ekziston në injeksione dhe në formë pikash në gjuhë, nga goja, dhe mund të përdoret për fëmijët nga 5 vjeç deri tek të rriturit 55 vjeç. Wow, tani te fëmijët, në çfarë moshe mund të shfaqet alergjia nga poleni? Edhe tek foshnjat ndoshta nuk e di nëse ekziston apo jo dhe a është i njëjti trajtim? Teorikisht, shumë alergjia nga poleni fillon mbi 4, 5, 6 vjeç. Por çuditërisht, vitet e fundit kanë vënë re që edhe në 4 vjeç, simptoma të shtuara dhe të manifestuara dhe me teste alergjie pozitive nga poleni dhe të fëmijë më të vegjël. Kështu që praktikisht alergjia mund të shfaqet në çdo moshë, dhe sigurisht për çdo moshë ka mjekimet e veta, ka trajtimin e vet. Ne presim, nëse shfaqet për herë të parë 4 apo 5 vjeç, sigurisht që mua më duhet të pres 2, 3, 4, 5 vjet derisa të bindemi bashkë me prindrit që ne duhet të fillojmë vaksinën apo imunoterapinë specifike. Dhe ndërkohë është kjo periudha që mund të bëjmë një test alergjie, në dinin time bëhet ajo tek para krau apo jo? Po, testet e alergjisë mund të bëhen në çdo moment. Testet në lëkurë, duke qenë se janë një, le të themi, provokim të lëkurës, kanë një kërkesë veçantë, duhet të jesh pa antihistaminik prej një jave. Ndërkohë që në qoftë se kemi situata kur dikush nuk mund të ndërpresi medikamentet, ne kemi shkenca ka zhvilluar testet nëpërmjet gjakut të alergjisë, të cilat janë pothuajse njësoj të sakta dhe sigurisht ndihmojnë në vënien e diagnozës. Mund të bëhen në çdo moment të vitit. Dikush që është alergjik është gjithmonë alergjik. Vetëm se tani mbaron poleni dhe mbaron simptomat. Për shembull, sipas emisionit doktoresha do vi rej direkt për vizitë, se është e pa. Do bëjmë një rrugë direkt. Ndërkohë Martina, tek personat që janë alergjik tek syri, a bëhet një test alergjie? Do të thonë mund të vijë një fëmijë, një i rritur dhe nuk e di që është alergjik nga syri. Si bëhet ky test? Tani, përgjithsisht prandaj duhet vizita tek okulisti, sepse ne në mikroskop
mikroskop arrim të dallojmë disa formacione që janë tipike për alergjin. Plus që klinika, kur ne pyesim pacientin, pa diskutim që na orienton drejt kësaj diagnoze, mund të bëhen ekzaminime siç mund të jetë citologjia, për shembull e lotit, por nuk bëhen, më shumë preferohet, siç e thatë doktoresha, IgE në gjak, domethënë testet përmes gjakut, sepse normalisht kur shfaqet në sy, ajo mund të jetë edhe sistemike. Kështu që ne e zgjidhim në këtë formë përgjithsisht. Po alergjia e syve tek pjesa e fëmijëve, siç e cekëm në tërësi tashmë, është më e përhapur apo le të themi ka rrezik të shtuar? Ne e shohim, domethënë për ditë na vinë edhe fëmijë të cilët janë të prekur nga alergjia. Fëmijët e vegjël duhet të përjashtojmë edhe ndoshta parazitët ose anemin që shpeshherë mund të ngatrojnë, mund të kenë klinikë të ngjashme, të skuqjes, të lotimit të shtuar, por përgjithsisht fëmijët që kanë alergji edhe tek ne vinë në moshën 5-6 vjeç për herë të parë, manifestojnë këtë lotimin, mund të fryen kapakët e syve dhe të kenë, domethënë deri gati në mbyllje të syve, por gjithmonë krahas mjekimit lokal duhet edhe mjekimi sistemik. Pra është një bashkëpunim shumë i ngushtë me mjekun alergolog për të dozuar tek fëmijët mjekimin sistemik, ndërsa nga ana jonë sigurisht ne përpiqemi ta zbusim situatën përmes lubrifikantëve, përmes antihistaminikëve lokal me pika. Në rast se është situatë më e agravuar, pa diskutim dhe kortizon me pika lokalisht gjithmonë. Ka situata të shtuara mbas edhe nga higjiena e duarve tek fëmijët, duke qenë se janë në kopshte, në qerë dhe në shkolla? Fëmijët për më tepër që vazhdojnë dhe i kruajnë sy, nuk din të ndalen dhe kjo e shton kaskadën e inflamacionit dhe prodhimin e histaminave. Kështu që tek fëmijët po. Tek fëmijët mund të shohim shumë herë mbivendosjet bakteriale, pra këto sekrecione e verdha, pikërisht për të arsye të higjienës, të fërkimit të tepruar të syve. Doktoresha, sa rëndësishme është që të bëhet një konsultë te okulisti apo tek alergologu, mjeku përkatës, para se të shkojmë në farmaci dhe të marrim vetë më jep një lotues, më jep një pastrues, ka ndodhur që më kanë dhënë personalisht dozat gabuara që më kanë dëmtuar. Gjithmonë duhet edhe kur merr një suplement të kesh bërë përpara analizat për të verifikuar nëse është mungesë në trupin tënd apo jo, më tepër tek mjekimet kur ti ke një shqetësim shëndetësor. Tek okulistët, domethënë në përgjithësi farmacisët mund të japin lotin, mund të japin ndoshta gabimisht një antibiotik që mund të luftonte po them një infeksion viral apo bakterial, por nuk e zgjidh alergjin. Kështu që ndoshta kur marrin një mjekim të gabuar në farmaci, vinë rikthehen me simptoma të njëjta pas një jave, 2 javësh trajtim. Kështu që duhet me patjetër një vizitë tek specialisti. Po personat që mbajnë lente gjatë kësaj periudhe që ka alergji, a kanë mbase probleme më të shtuara? Po. Patjetër. Është dhe një lloj konjunktiviti alergjik që shkaktohet nga lentet, i cili përgjithsisht zjat gjatë gjithë vitit, por njerëzit që janë mbajtës të lenteve në këtë periudhë të alergjive duhet të heqin lentet. Kur bëjnë mjekim, ne sugjerojmë heqjen e lenteve dhe rikthimin tek syzet, sepse vetë lentja duke qëndruar mbi korne shkakton edhe ajo një lloj inflamacioni, kështu që është e pavitueshme që duhen hequr në këtë periudhë, në rast se personi është alergjik patjetër. E qartë. Ndërkohë, doktoresh Maria, në rastin e personave që vuajnë nga astma, a janë ata me predispozit për të qenë alergjik apo alergjia i çon në azëm? Po, astma është një nga manifestimet e alergjisë. Më të shpeshta janë të prekjet e hundës e syve, është më rrallë astma, por është pjesë e alergjisë. Është atëherë kur simptomat kanë filluar të prekin rrugët e frymarrjes. Pra alergjia po na ngasmon në nivel të bronkeve. Dhe ndodhe njëjta gjë, prodhohen sekrecione, shtohen trashët mukoza, pak a shumë mund të imagjinoni siç ndodh me hundën, por që ndodhen në nivel të bronkeve dhe sigurisht atëherë nëse hunda bllokohet, ne mund të hapim gojën dhe mbushemi me frymë nga goja, por nëse të bronket bllokohen, ne kemi nevojë për trajtim emergjent. Dhe më pas duhet patjetër kjo vizita ose drejtimi tek mjeku i përshtatshëm. Faleminderit shumë doktoresha. Shumë e rëndësishme dhe pa qenë të rënduar shumë në duhet shkojmë te alergologu. Kur ka manifestime sysh edhe unë gjithmonë i kërkoj konsultën e okulistit, sepse edhe syrin nuk mund ta shikoj siç e shikon okulisti. Kështu që është shumë e nevojshme konsulta. Më mirë 2 se sa 0. Drejt. Faleminderit shumë doktoresha, shumë kënaqësi. Të përshëndesim. Faleminderit. Gjithë të mirat. Dhe Matina
thua një dy këshilla tani, ka lidhje ushqimi në këtë periudhë me alergji? Tani ta bëjmë një ndryshim se ndonjë gjatë. Për shembull, ti mund të ndihesh sa që ras kapitur, sa që nuk do as të pish gjatë atë periudhë. Lehta, lëngje, perime. Shumë mirë, edhe dieta antiinflamatore është gjithmonë në favor edhe të këtyre, po them, manifestimeve lokale. Pra edhe në rast se ti ke probleme me alergjinë e syve, kur ti konsumon një dietë antiinflamatore, kjo është në ndihmën tënde, sepse në rast se ne kemi një dietë me ushqime të procesuara, me alkool, me ëmbëlsira, pa diskutim që kjo është ton kaskadën e inflamacionit dhe rëndon edhe shfaqjen lokale. Kështu që duhet të kemi kujdes. Po, dieta antiinflamatore, që do të thotë ushqeuni me fruta, me perime, me gjëra të shtëpisë, të shëndetshme, sa më pak yndyrna trans, domethënë këto yndyrna që mund të vinë nga skuqet e tepërta, të vazhdueshme. Po këto avujt që na thon me kamamil, me ku diun çfarë zjenca gjëra që i vë sipër te syri për të qetësuar. Këto më shumë janë inhalatore, domethënë për të qetësuar bronke, ndërsa për syrin metoda më e mirë do të ishte pa diskutim kamomili i ftohtë në një kompres, që e vendosni mbi sy, është shumë e mirë. Për femrat të cilat janë në gjithëdhënie, edhe qumshti i gjirit është fantastik për të qetësuar, kështu që 2-3 pika i them gjithmonë kur është në një gjithëdhënëse në familje. Tek bebat është shumë mirë, është shumë mirë. Domethënë duhet të përpiqemi edhe për metoda natyrale sigurisht, por edhe një ushqyerje mirë na mbron, na qetëson, mban të ulur. Çfarë do ta qetësonte syrin? Përpos kompresave me bustinat e kamomilit, ndoshta ose me atë lëngun, ose kastraveci ftohtë për shembull. Çfarë janë këto ndonjë metodë që mund bëhet në shtëpi, pasi ke kaluar atë sikletin e syve, qoftë nga alergjia, qoftë nga lodhja? Po, shiko, përgjithsisht ne kamomilin e përdorim edhe tek fëmijët, sidomos edhe kur kanë infeksione virale, i themi gjithmonë nënave që zjej pak kamomil, lëre të ftohet dhe me një pambuk, me një garë së pastër, përdore për të pastruar infeksionin. Dhe ka një super rezultat. Po, sepse përgjithsisht infeksionet virale ikin vetë. E kanë atë dekursin 3 deri në 5 ditë maksimumi dhe ikin pa pasur nevojë për antibiotik. Antibiotiku përdoret kur ke një bivendosje të një bakteri. Kështu që kamomili është pa diskutim më i mirë, sepse është një qetësues natyral. Nëse e dëshironi dhe për çështjen e alergjisë, i ftohtë me kompresa. Kjo do ishte metoda më e mirë. Pastaj nëse kalojmë te metoda popullore, kam dëgjuar dhe kos që aplikojnë, këto janë shumë të tepruara. Kos me yndyrë, pa yndyrë, djath. Me kompresa me djath. Janë mësuar shqiptarët me kosin, digju ver kos, je kisha kos, do probiotik natyral ha kos. Mirë, që qëndrojnë të ngrënë. Yes, drektar kos. Mirë, ta konsumojmë më shumë mirë, Marina, faleminderit. Ti e di që është gjithmonë kënaqësi kur të kemi ty në studio. Edhe për mua. Faleminderit. Super, ikim reklama, kthehemi pas pak.